Përdorimi i bombulave të gazit në ambientin familjar vjen të mbetet një burim potencial rreziku nëse nuk respektohen masat bazë të sigurisë. Drejtori i shërbimit zjarfikës në Shkodër, Agim Ponari, thekson se qytetarët duhet të tregojnë të kujdesshëm. Tani stina e Vjeshtës dhe e Dimrit kemi problem tek bombulat e gazit nëpër banesa. Ky është problemi kryesor në stinën e Dimrit. Bëjmë thirrje gjithë qytetarëve që të kenë kujdes shumë me bombulat e gazit, në ndrimin e kur ndrojnë bombulat e gazit, i sigurojnë që janë montuar shumë mirë që mos kenë rrjedhje. Sa i takon mbushjes së bombulave në pika të palicencuara dhe jashtë kushteve teknike, Ponari thekson se është e jashtëligjshme dhe grupet e inspektorëve janë në terren për evidentimin dhe xhobitjen e rasteve të mundshme. Nuk e përjashtojmë këtë. Ne kemi inspektora që dalin në terren, nuk kemi konstatuar që mbushin bombla. Mund të marrin bombla të gatshme i tregtojnë, por jo që bëjnë mbushje aty, sepse është kundër ligjit, nuk lejohet. Gjithashtu, ai rekomandon që tregohet kujdes me bombulat 5 litrëshe. Qytetarët duhet të jap një mesazh që të shkojnë të marrin bomblat, mbushin bomblat aty ku janë të licencuara, në pika që janë të licencuara për mbushin e bomblave. Dhe porosia tjetër është që mos përdorin bombla 5 litroshe. Ato janë shumë të rrezikshme për të shkaktuar zjarre dhe shpërthime. Shërbimi zjarfikës apelon për më shumë kujdes dhe për informim të vazhdueshëm nga qytetarët për të shmangur ngjarje të rënda që mund të preken nga një pakujdesie vogël.